Rama, të paktën në betejën e fundit midis Bashës dhe Berishës, dukshëm i dolin në mbrojtje Berishës. Rama dhe ndikimi i tij, pra nëse presupozojmë që Rama ka ndikim tek gjyqësori, tek themi gjykata e apelit e me radhë, dhe qoftë edhe tek gjykata e shkallës parë, janë këto gjykata të cilët i dhan vulën Berishës, ose të paktën e përgatitën terrenin dhe gradualisht çuan deri tek marrja e vulës. Rama nga ana tjetër i dha grupin parlamentar Berishës. Rama nga ana tjetër e mbrojti Berishën kur ai kishte një vit që nuk shkonte në parlament, nuk ja hoqi mandatin, ja justifikoi mungesat. Pra armiku Rama justifikon mungesat Berishës. Pastaj nga ana tjetër, të gjithë themi miqtë e Ramës në sferën asaj që e quajmë oligarki, pra biznesmenë fuqishëm të cilët kanë dhe mediat, u bën me Berishën, e mbrojtën Berishën, televizionet e mëdha mbrojtën Berishën. Dhe me radhë vazhdojnë ta mbrojnë Berishën, vazhdojnë po ta sulmojnë Berishën aq sa është për të ose aq sa mund të sulmohet, vetëm për të sigurisht për ta mbajtur aty dobët, por ta mbajtur gjallë, sepse në momentin që Berisha vdes politikisht dhe ikën largohet, Rama është i kërcënuar. Kështu që këta vazhdojnë e mbajnë me shiringa, pra është një lloj Quameni, është një lloj kështu paraziti i cili futet në trupin një kafshë tjetër, i ha të gjitha organet, por jo organet jetike. Në mënyrë që të zgjas mundësinë për ushqim, dhe organet jetike ha vetëm në fund kur nuk ka më organe të tjera për të ngrënë dhe pastaj i gjuan një kafshë tjetër. Kjo është ajo që bën Rama, pra e ka lënë aty kufam, themi në agoni, ja zgjat agoninë pafundësisht, sepse sa më gjatë agonia e Berishës, aq më gjatë pushteti i Ramës.